Sipas një transmetimi, shejtani shkoi tek Musai a.s. dhe i tha: Ti je një person që Allahu të ka zgjedhur si pejgamber dhe të ka nderuar duke biseduar drejt për drejt me ty, ndërsa unë jam një nga krijesat e tij. Unë dëshiroj t'i bëj teube, do me thënë, t'i kërkoj falje Zotit tënd. Kërkoj Zotit tënd të ma pranoj teuben. I gëzuar nga kjo, Hazreti Musa i mori abdest, fali namaz sa dëshiroi Allahu dhe pastaj bëri dua: O Allah, një prej krijesave tua, shejtani, kërkon të bëj teube. Pranoja teuben atij. Allahu Teala i tha: O Musa, ai nuk bën teube. Kur Hazreti Musa insistoi: O Zot, ai kërkon të bëj teube, Allahu Teala i tha: Për hatrin tënd e pranoj, o Musa, por thuaje t'i bëj sejdë varrit të Ademit dhe unë do t'ja pranoj teuben. Kur Hazreti Musa i gëzuar shkoi dhe e njoftoi, ai u nëvrikos dhe tha: Unë nuk i bëra sejdë atij kur që gjallë, e jo më tani që ka vdekur. Pastaj i tha: O Musa, për shkak se ndërmjetësove te Zoti yt për mua, unë të detyrohem ty. Prandaj, po të jap 3 këshilla, sidomos në këto 3 raste, përkujto të keqen që të vjen nga unë dhe kërko mbrojtjen e Allahut. Kur inatosesh, sepse kur inatosesh, ashtu si të shëtit gjaku në damarët tuaj, po ashtu shëtis edhe unë në zemrën e në trupin tënd. E dyta, kur përballesh në luftë me armikun, sepse kur biri i Ademit përballet me armikun, unë i kujtoj atij gruan, prindrit, pasurinë e fëmijët, që të heq dorë nga lufta e xhihadi. Dhe e treta, mos qëndro kur vetëm me një grua të huaj, sepse unë bëhem shkaktar që ti bën gjuna.